Dating këtë video të përgjigj një dhe pyetjes e rëndët, thotë se a kishe mujt me kriju një video tutorial si me fitu parome si CPA Networks ma haussisht, më në tregu nëse kishe mujt. Për me kriju, do me thonë, me shku hap mas hapi, atëherë duhet me dizajnu në website, shembull edhe me tregu se si me fitu e paron nga këtu. Ka shumë mënyra të ndryshme ka. Flas njëra prej tyre është për shembull kur ti merr filma apo TV shows edhe kalon në website-et tuaja apo kije folë për shkarkim, diçka folë që është e vështirë për persona të tjerë me marr, kurse ti domethënë jep ato falas. Atëherë mund të përdor content blocking, e kije shumë tjera, unë për veti nuk jam kyç në disa prej tyre. Shembull, jam regjistruar në Essence Media dhe kam edhe tjera që jam regjistruar, por them vërtetën jam të marr me dizajnimin sa për për momentin edhe si kam shiqur për një ku gjatë, por është Essence Media. Tjetra është Adwork Media. Kjo Adwork Media kam dëgjuar që është e mirë, edhe Essence Media është e mirë. Okej, po shkoj, dhe me thonë, këtu vetëm sa për këtë referola kam fitu se nuk jam registru, por të merret kodi është shumë i thjesht, tash marrohet një website, një blog, edhe kam treguar edhe si kaluhet në për blogët, dhe me thonë kodi, kam treguar se si krijohet blogu prej fillimit, dhe me thonë, ku nëse vlen ti domenin, atëherë qysh instalohet WordPress në domain, edhe pas instalimit dhe më honë se si dizajnohet blogu parafërsisht, kretë hap mas hapi do honë jëm shkue këtu, kam treguar, plus kam treguar dhe më honë si kalohet ose instalohet kodi nga Adwork Media, Essence Media, apo dhe naj CPA Network tjetër, dhe më honë në blog në website. Për me morë këtu kodin është tools, content gateway, për shembull në Essence Media, edhe shkon create new gateway, o shumë e thjesht, mund shmilon gjitha qëtu, qysh janë kështu, që ki advance me bon ndryshime nëse do për shembull në kod, edhe në fund kur të kryen krejt, javu një emën, që fore do ti, edhe save profile. Kur të bën save profile, unë shkoj tash edhe të regoj, është këtë mënyrë, për shembull ja kam shtu një titull këtu, edhe e kije get code, kur klikon në get code, i jepet kodi. Tash ky kodi merret edhe kalohet ose instalohet brenda në blog apo në website. Kur instalohet në blog e website, që po shkojnë vetëm njërin prej tyre, edhe po shqyrojmë stash. Okej, po shkojnë që blog e domthon për instaloj edhe profesisht e shihni ju se çfarë po thëmën sa për këtë soj. Pak po vanohet, më ndu me prit. Okej, sign in. Kam thonë për para, ki dy mënyra, shkon në appearance, pasi që të kyqesh dëmohon në WordPress blog, shkon në editor. Kjo është prej hosti dëmohon, kam pagu vërtet edhe prej hosti kam. E ki dy mënyra në header edhe në single.php. Shkoj për shembull tjetër main index nëse don apo në header. Shkoj në header. Disa themes që shihni nuk e ka single.php, por e ka vetëm header. Në header është nuk është shumë e zëshme, domethënë si që shihni këtu head profile http bla bla bla. Ti veç shkon këtë mënyrë dhe kalon kodin. Unë e preka ctrl v për me kalu kodin, por mundesh edhe me miun e djathtë edhe paste, domethënë e kalon këtu. Pas kalimit të këtij kodi shkon në update. Okej, ta shkojnë view website, e shqyqojmë domethënë website-in. Edhe si që shetë me thonë, ja dhe reklama në këtë mënyrë. Kjo është kodi që e ka morë ma para, ko kod që e ka morë, që përshkoj për shamu këtu theme, për marri tjetër, për tjetë që duket ma mirë. Ok, shkem ropa, kjo është taj kodi, e kalem me kodin e ri, update, shkojmë view site, edhe shqyqojmë site-in.
edhe ja do më thonë, ja kjo është server. Nëse ti klikon jashtë kësojna për me shqequ website, nuk mush me shqequ website, se që shepër pa e plesu njërë për këtë server. Sa do herë që plesuat një server, do më thonë ti fiton. Server mund të paguat, do më thonë, prej disa centve, kur thëm disa centve, me ndaj kështu me vogla më duket është ikon 2-13 cent deri në thëm 14-15 edhe më tepër dollar që paguhet vetëm për një server. Mas shumë të paguën këtu cell phone, shumica do mëni përdorin, paguën dikon mbi $7 vetëm për një server, një plesim server. Kjo paguën dikon prej $23, thëmë edhe më tepër, shkon dikon shumë herë, shkon edhe mbi $100 do mëni, kur këtë dikush të blin një produkt do mëni për këtyjet, është try and buy, si që shakir download free audiobook, kjo paguën shumë mirë. Cell phone për më vorët dhe vizitorit dhe më honë se qas gjithë. Nëse vizitorit preferon zgjedh këtu, atëherë është më mirë për ty. Nëse ju, atëherë ka edhe folas, server folas dhe më honë vizitorit nuk shpenzan asgjo, për pos registruash në këtu e plecën disa kërkesa prej këti aplikacioni që a thot, edhe në fund dhe më honë të i paguash për tyne. Kjo është aja më përgjësit më honë që një të mënyrë mush më orë dhe network media, gjitha CPN-i AdWords ka njëtin qëllim. Disa për tyne nuk e kanë content gateway thirët, po nëse në website e ka ato content gateway, atëherë kanë procedurët e njëjta. Vjen gjithmonë tools i vjen domethënë gjitha sendet që gjendet ato për me që nevojitën shumë. Atëherë ajo është. Edhe gjithmonë është content locker, LOCKER. Kur klikon ti ato, ti mush me kriju një content locker. Për shembull, new gateway e krijon prej fillimi. Kreça lyp emrin, titullin, përshkrimin për afërse çfarë don që vizitori me pa prej teje. Nëse ki website shqip, atëherë që e shkrimi shqip, që vizitori me lexu ato, nëse ki në gjuhë tjera, atëherë në gjuhë tjera. Edhe në fund krejt, kur klikon në finish, apo submit, apo shka, ta bie kodin automatik, ti e kopjan atë kodin edhe bie në website edhe kalon një të mënyrë si që në ju të më një preferuva. Ajo është e tëra që ti bëndë me thonë me këtu. Tjetra është, kjo ishte me website, masi pyetja ishte për ashtu, kjo ishte sa për këtë website-it. Mënyra tjetër është për shembull ti me bëhe passwordin me zip file. Më shumë ti ke shkon në Essence Media, shembull ti mush me bëhe me password një file. Ato e kam kriju domthonë edhe një video ato. E kam kriju edhe një video tjetër ku kam treguar se si krijohet një file me zip password, ku vizitori do të me shku me marr passwordin në website tonin, kur klikon dhe me thonë ose kalon URL-ën website-in tonë në web browser, paraqitet kjo server që patëm kështu, vizitori do të apletësoj njërë prej server për me marr passwordin brenda në website tonin. Është edhe mënyra tjetër që i detyron dhe më vizitor, por në atë rast ato file ti do të me uploadu dikon në file sharing website apo website që mundesh me ndok me uploadu këtu filet, ku dhe do i ndon në për forume ndryshme, forume që janë këtu me WREZ, mundesh me ndodë me thonë ato filet, edhe në atë rast vizitori të me thonë e download filen, kur të download file, brenda files është me password protected këta i thujnë, dhe me thonë gjuhën angleze, password protected i bjen file është me password edhe s'mundesh me hop për pa e marr passwordin. Edhe në krohen e djathë, thirë e shkruan që shembullin e më e bëj, që për bëj një file qëtu, shumë thjesht, okay? Edhe për bëj file. E dyta, për bëj password, që mi e tregu. Tash, passwordin po e bëj kështu, URL-ën, po thëmë merë passwordin këtu, edhe shkruj http lojmi.com. Unë shamu po e bëj këtu, okay? Edhe po shkruj file save. Tash, kjo është file, tash çka bëjmë, do të me zipue, apo add to archive. Okay. Fani mi që moment, shpejtësi, file, advance, set password, këtu është e passworda, passwordin e shkrujmë vorë çfarë password e kemi kalu në website, shembull kalim, po e bojmë, edhe këtu kalim,
Password do not match, okay. Shkojmë ok, edhe kemi zipue. Tash çka bojmë për këtyt, klikojmë në comment. Ok, load comment. Edhe shkojnë tash passworden, që me tregu domethënë se ku me mor këta passworden. Këtu, siç e sheh linku ka dojë, thot merr passworden këtu, edhe ok. Tash, po e mbyllim këto për një moment. Edhe e hopëm këtë foile. Çto është kërkon për shkak vizitori. Kur e klikon këtu, me mor passworden dhe më foile me shkarkue, atëherë passworden do të me mor pa tjetër. Për me mor passworden, Alright. Kjo është okej. Si që shedhe këtu se kam hopër shumë të modhe, edhe thot kur të hop pas foilen vërtet për me shkarkuet, që ka shkarku këtë personi për me hop foilen, atër s'mujt me hop për shkak që duhet passworden, edhe në krojnë e djathë thërë merë passworden këtu të website. Këta patjet e du të me kopjua dhe website-in ku e kiti passworden, edhe me kaluën në web browser, shamull këtë rast, kur të vinë këtu, shamull vinë të oferta 3.2.s, vinë të reklama, passworda fshihet në bas këtyt, këta do të me plesu një server për me mujtë të morë passwordin. Kjo është një mënyrë tjetër, ndoshta më komplikuar për ju, por është e thjesht, pasi që ta provësh disa herë, është shumë e thjesht edhe domthonjë kjo ka sukses të madh. Kaq mendoj që është për këtë ditë. Faleminderit.